Azotiku në memorien kombëtare mbetet nga veprat më të lavdishme të ndërtimeve dhe prodhimeve industriale në epokën e paraviteve 90. Historia shkruhet, nuk krijohet. Ate kanë krijuar brezët. Azotikasit, punëtor, inxhinier, artist, sportist, krijues, gazetar, shkrimtar, mbeten emblema e artë e epokës. Gjatë 30 viteve, aty formuan përmes dijes kuadro, specialist, por edhe artist, krijues që kënduan, krijuan me pathos, lavdis, heroizmit kolektivit. Sot kemi një korpus krijimi ku përmes tyre brezat sot e nesër do të mësojnë kush është Azotiku si vepër, cilët ishin punojësit e shkruar, kuadrot drejtuese, arritjet, suksese, si dhe librat e botura për Azotikun, nga autori Azotikas Demir Korita, dy vëllime, Bert Hajnaj, monografi, miqtan minoritar, dhe 3 vëllime të tjerë me poezi me tematik historike, albumi Azotikasit, me bashkautor Sif Pelari, Demir Korita, Thanas Mërkuri, Berti Kuko, Nexhmi Huseni, plerat azotike në 2 vëllime nga inxhinierët Vëngjush Orgocka dhe Gazmen Gjyli, si dhe poezi nga Ilia Kule, poet dhe publicist, i cili ka botuar 3 vëllime me poezi, mes tyre dhe poezi nga shkrimtari Murat Alia, gjithashtu për Azotiku. Është në Prag botimi, gjithashtu kujtimet e inxhinier Thanas Mërkurit, ku gjithçka i atribon kujtimeve të tij në Azotik nga viti 1965 deri në vitin 1993. Lavdoshi Sufi, vëllimin me poezi me titull Mërgjimtari, mes titujve ka shkruar vargjet për Azotikun dhe Azotikasit. Publicistika në Azotik qysh në fillimet e saj, shteti i kohës i kushtoi një rëndësi të veçantë zhvillimeve dhe ngjarjeve në Azotik, nëpërmjet një publicistike të vazhdueshme, duke i bërë jehon punojësve heroik, të cilët u angazhuan për të vënë në punë këtë vepër madhështore të industrisë kimike, që do t'i shërbente zhvillimit, përmirësimit të rritjes të rendimenteve dhe kulturave bujqësore, atyre industriale, mjekësore e tjera. Azotiku do të quhej si një industri që do të bënte kthesën nga një vend i prapambetur në një vend industrial bujqësor. Pa të tepruar, me këtë krahasim mund të themi se Azotiku shikoi si një çlirim i dytë të Shqipërisë, që do të nxirrte vendin nga prapambendja shekullore. Pra ishte ky objektivi i shtetit kohës, i cili u angazhua me të gjitha mjetet propagandistike të shtypit të shkruar, të artikujve të ndryshëm në shtypin e kohës, si Zëri i Popullit, Bashkimi, Zëri i Rinisë, Revista Ylli, Gruaja Shqiptare, ku aso kohë zinin faqet e para të tyre, duke shoqëruar edhe me fotografi dhe postera të punojësve të Azotikut. Rëndësi të veçantë merrte edhe publicistika televizive. Janë të shumta kronikat e regjistruara nga televizioni shtetëror, ku i bën jehon arritjeve të veprimtarisë prodhuese të punojësve Azotikas, që zinin pothuajse kronikat më kryesore. Duhet thënë se në një periudhë të shkurtër, Azotiku dhe Azotikasit u njohën shumë shpejt në të gjithë Shqipërinë, dhe kudo ku kishte shqiptar, duke u bërë krenari e vendit. Çdo punonjës i Azotikut ndjej krenar dhe i privilegjuar që punonte në këtë vepër. Një event i rëndësishëm ishte dhe angazhimi i Kino Studios Shqipëri, e cila përgatiti 10 kronika me dokumentar, por mbi të gjitha në Azotik ata realizuan dhe disa filma artistik si filmi Një vit i largët, të cilët e përjetësuan në ekranet e sotme edhe për brezat pasardhës. Azotikut, me veprimtarinë e gjithëtanshme prodhuese, tekniko-shkencore, kulturore, artistike e sportive, i ngjante një qytet në vete, ku zhvilloi një jetë e gjallë dhe dinamike. Në Azotikun tonë, lindën më shumë krijuese publicistë të talentuar, që me shkrime dhe publicistikën e tyre të vazhdueshme i bënin jehon Azotikut në shtypin e kohës. Midis tyre përmendim Ilia Kule, Thanas Mërkuri, Bari Azizi, Demir Korita, Vasil Kule. Në Azotikun tonë, jo vetëm punoi e shkolloi, por edhe krijoheshin lidhjet e reja midis të rinjve dhe të reja. Qysh në fillimet e para, më pas u bashkuan rreth 70 çifte të reja, gjë që bëri jehon në mënyrë të padiskutueshme në propagandën dhe publicistikën e kohës. Sot, ato vite çdo njeri nga ne i ka shëntëruar në memorien e tij dhe i ruan e kujton me nostalgji.
Edhe pse Azotikut dhe dy uret ranë viktim e njerëzve të papërgjeshme të pashpirt të qeverive që erdhën pas viteve 90 dhe të etur për përfitime financiare, unë ndije me dhimbje të thellë nga të gjithë punojësit tanë. Por ne nuk e ndërprem veprimtarin ton për të mbajtur gjallë ato vitet stuishme të jetës 30 vjeçare në Azotik. Menjëherë u krijuan grupe, organizatori i cili me mbështetjen e ish drejtuesve të Azotikut dhe të një shokut ton biznesmen, kemi përgatitur rreth 8 kronika me dokumentar, ku i bëhet jehon në kanalet e internetit, të cilat kanë patur një shikueshmëri jashtëzakonisht lartë në mbar botën shqiptare, ku ka shqiptar, të cilët shkruajnë me dashuri të pakufishme për këtë vepër dhe flasin me urrëti për barbarët që e vënë dorë mbi Azotikun që e shitën për skrap. Këtë vepër madhështore, funksionale, ku bujësia ka shumë nevojë edhe sot e kësaj dite. Jehon ka bërë dhe elegji e famshme Azotik, si dhe poezia Se vjen me mall dhe dashuri, drejtori Bahri Azizi, shkruar nga miku jon dhe poeti Franuk Sama. Korpusi i krijuesve Azotikas dhe miqve dashamisve është një thesar me vlera dokumentare, historike, në analet 30 vjeçare të kësaj vepre gjigande, e cila me të drejtë është quajtur krenaria e Shqipërisë. Azotiku, kryevepra e industrisë, krenaria e Fierit, simboli